Përshëndetje dhe mirëmbrëma kudo që jeni. Është emisioni I parë pas muajit të shenjtë të Ramazanit. E me qenë se është emisioni I parë, unë e lutë Zotin që agjërimin e muajit Ramazanit gjithë agjëruesve inshallah Zoti ja u ka bo kabul e një herit edhe pse von, por është emisioni I parë. Fitr Bajrami, urime gjithë shqiptarëve, ku do që neve ju kemi uru mes rrjeteve sociale, por sot ball për ball me kamerën, me juve, në ekranet uja. Inshallah do Zoti edhe presim edhe shumë Bajrama të tjerë. Po nis këtë emision me një ngjarje që ka bo aktivitetin e saj shoqata përmirëse e Jetimat të Ballkanit. Shumë iftare të dhuruara, shumë pak ushqimore të shpërndara. Por e veçanta krejt kësaj është 2 prilli, gur themeli mega projektit të shoqatës sonë. Ne kemi vu gur themelin e projektit më të madh të jetimave të Ballkanit, projekt që do t'jetë në shërbim të personave me autizëm, sindrom Down edhe personave me aftësi të kufizuar. Projekt që nuk mundesh me gjetë një të tillë në asnjë vend. Ka, por me këtë kapacitet, me këtë madhësi, neve s'kemi mujt me has në asnjë vend. Para se me ju dhënë pamjet e projektit e gur themelit, unë I bëj thirrje shqiptarëve kudo që janë, që ashtu siç kemi ditë me tregu zemërgjërsinë, bujarinë, në humanizëm, në realizimin e shumë aktiviteteve dhe projekteve të shoqatës përmirëse e Jetimat të Ballkanit. Sot është momenti më I duhur, më I vlefshëm, t'ju jepi mundësi të gjithë fëmijëve, të rriturve, që janë autik, që janë me sindrom Down, që janë me aftësi të kufizuar. Ta realizojmë këtë projekt dhe t'ja u mundsojmë që të jenë pjesë e kësaj shtëpie, pjesë ku ata do t'i marrin terapitë dhe gjitha aktivitetet e tyre. Unë shpresoj se shqiptarët tanë mban kanë me tregu zemërgjërsinë dhe bujarinë e tyre. Kanë tregu deri sot në shumë mënyra, në shumë forma. Nuk ka një shumë të caktuar se me që kaq mundeni me kontribu. Me aq sa ti ke mundësi dhe ke dëshirë. Edhe me një euro. Bëhu pjesë, vargohu, bëhu hisetar I realizimit të këtij projekti. Të këtij projekti një ditë neve s'kemi me qenë. Por të banorët e qiellit, të gjithë ata që do të marrin shërbime në këtë projekt, do të jetë në zemrat e tyre emri juaj, emri që është bo shkaktar, është bo sebeb dhe është realizu ky projekt. Po shpresojmë se të gjithë neve nuk do të hezitojmë, por do të jemi me aq sa kemi mundësi pjesë e këtij projekti. Me 21 mars ishte dita ndërkombëtare e personave me sindrom Down dhe me 2 prill dita ndërkombëtare e personave të prekur me autizëm. E ne pikërisht kemi zgjedhur datën 2 prill, jemi organizu dhe kemi vu gur themelin e këtij mega projekti. Të pranishëm shumë donatorë atë ditë, shumë biznesmen, por edhe krye parlamentari I Republikës Kosovës, Glau Konjufsa, edhe ish presidenti I Republikës Kosovës, Begjet Pacolli, edhe myftiju I Republikës Kosovës, Zotri Naim Tërnava, edhe antari I familjes Jashari, I nderuari Bekim Jashari. Ne po jepim një sekuencë shkurt nga ajo ditë kur është vu gur themeli I kësaj qendre, I këtij kompleksi, I këtij mega projekti. Po e ndjekim pak edhe rikthehemi në studio.
nderuar të pranishëm, zonja e Zotrin, vjen mirë shumë që jemi mbledhur sot bashkë këtu, e që jemi për një qëllim, që ta vendosim gurthemelin e një projekti shumë të rëndësishëm, për të cilin kanë kontribuar të gjithë ata që po i shoh. E me këtë rast desha ta bëj një falënderim të veçantë edhe për Bekim Jasharin, i cili është njëri ndër mbështetësit më të mëdhej, e po ashtu me gjitha që i ka në kapacitetin e tij, edhe me autoritetin që e gëzon, edhe me mundësitë e tjera që i ka ofruar mbështetje të gjitha projekteve shumë të rëndësishme që po ndodhin në vendin tonë. E falenderoj sepse ky është një shembull i veçantë se si duhet veproj njeriu për të ndihmuar vendit të tij. Projekti për cilin jemi mbledhur, natyrisht është një qendër shumë e rëndësishme, e para e tillë në vendin tonë, dhe para disa ditësh, para 2 javësh e patëm ditën e personave me sindromin Down, sot jemi pikërisht në ditën e personave me autizëm. Një shoqëri se sa e civilizuar është, motet pikërisht me kapacitetet që i ka për me i trajtu, për me u kujdes për persona të tillë. Në Kosovë ne po bëjmë gjithçka që është e mundshme duke filluar prej legjislacionit në kuvend dhe përmirësimit vazhdueshëm të ligjeve tona, e deri te bashkimi i forcave të gjithëve që këto projekte të mira të ndodhen e të nevojshme të ndodhen në vendin tonë. Ky që po ndodh tash, ky projekt është shembull tipik se si rezultatet e mira vijnë nga bashkimi i fuqisë edhe i bashkimit të forcave në të gjitha anët. Sepse është bashkim i forcave të qeverisë për me ofru këtë vend, është i shoqatës së nderuar Jetimat e Ballkanit për të ofruar të gjitha investimet edhe ideimin e projektit, edhe pastaj implementimin edhe realizimin e këtij projekti. E pastaj janë edhe mbështetësit e rëndësishëm si Bekim Jashari edhe gjithë qytetarë donatorë të shumë, presidenti Pacolli e të tjerë, të cilët kanë ofruar edhe mbështetjen e drejt për drejt financiare që ky projekt të realizohet. Pra, qeveria, shteti, shoqëria civile, organizatat bamirëse, humanitare, qytetarët tonë, vetë populli jonë, kur bashkohen të gjithë, sikur në këtë rast që e kemi pas, ndodhin këto projekte të mira për cilat atë shumë ka nevojë vendi ynë. Prandaj vërtet jam i lumtur që sot po ndodh kjo. Jam i gëzuar që jam në mesin e juj, po edhe në mesin e miqve, sepse shumicën prej jush ju njoh, edhe bashkë kemi rrugtuar deri këtu. E uroj që ky të jetë një shembull i cili do të ndiqet edhe për të ardhmen, sepse vetëm kështu mund të ecim përpara. Lejoni që këtë fjalë rasti të fillojmë me një thënie të pejgamberit ton Muhamedit alayhi salam, i cili thotë: nuk ka falendruar Zotin ai i cili nuk falendron njerëzit. Ndaj me këtë rast unë dëshiroj të falenderoj të gjithë ata të cilët u bën shkaktar dhe i shtyn proceset para që të vijë deri te ky moment kaq i kërkuar me dekadat e tëra, me vitet e tëra, që edhe Kosova ta ketë një qendër sikur kjo qendër që pretendohet të jetë një prej qendrave më të mira ndoshta edhe në Evropë më gjerë. Ndaj me këtë rast dëshiroj të falenderoj edhe një herë të gjithë ata cilët punuan me atë vrull, me atë përpjekje të tyre që vije deri te kjo ditë. Sigurisht që ne sot nuk do të ishim gjendje që ta vëmë themelin e kësaj qendre kaq shumë të pritur atë nevojshme. Sikur të mos ishin donatorët, njerëz të vullnetit të mirë, ata të cilët gjithherë ndanë nga pasuria e tyre për të mirën e përgjithshme të të gjithëve. Sigurisht në krye të kësaj gjithherë kemi edhe presidentin Pacolli, i cili nuk ka hezituar asnjëherë që nga pasuria që i ka falë Zoti Xheleshanu, që i ka dhuruar Zoti Xheleshanu të shpërndaj jo vetëm në këtë drejtim, por në të gjitha fushat.
para jush dëshiroj të falenderoj edhe për përpjekjen e tij dhe sjelljen e njohjes për Kosovën nga shteti i Kenis. Zoti është përbleft me të mirat e tij edhe për këtë punë kaq madhore, për këtë shërbim sikur çdo herë që i ka bërë vendit pra shtetit tonë. Nëse do vetëm të shprehi kënaqësinë time, satisfakcionin tim për këtë iniciativë që duket se kemi fillu bashkë me Halilin dhe kemi kërku zgjidhje, kemi shëtit shumë vendet botës për me i pa këto qendra si funksionojnë dhe në fund jemi ndalë të ky projekt madhështor. Sigurisht do t'jetë qendra ma signifikative, mos thëmë me madhja, po ma profesionale në rajon. Unë deri sot nuk kom pa qendër t'il, as në Zvicër, madje kemi pa gjitha qendrat e autizmit dhe ky projekt është bo simbas eksperiencës që kemi mbledh çdo vizit që kemi bërë, po edhe simbas nevojave në Kosovë. Besoni ka nevojë shumë të madhe. Ne kemi shumë fëmijë cilët janë të smur prej sindromit Down dhe vetëm simbas informatave vetëm dikon 18-19% janë të lajmëruar. Njerëzit nuk i lajmërojnë, mbajnë njerëzit me këtë smundje në shtëpi dhe ton jetën ndoshta e kalojnë me ta pa asnjë mbështetje nga jashtë. Kjo qendër do të jetë një prej qendrave që do të ofron shërbime. Këto shërbime shumë nevojshme dhe për këtë unë edhe njëherë e përgëzoj Halilin për mirëkuptim që ka pas ndaj kësaj. Halil nuk je vetë, ne do të mbështesim ty, besoj se këtë edin dhe do doja shumë që kjo qendër sa më shpejt të ngritet dhe sigurisht ne gjithë jemi krenar edhe me ty, me donatorët që nuk kanë hezitu asnjëherë të ndihmojnë në momente të caktuara. Jemi bindur që ata do të ndihmojnë edhe këtu dhe dëshiroj punë të mbarë. Të nderuar ju biznismen, neve në muajin e shenjtë të Ramazanit që sapo e kalum, një iftar spontanisht me biznismen shqiptar të gjitha trevave shqiptare në Emerald. Unë jam habit nga zemërgjerësia e tyre ku grumbullun për një afat shumë shkurt, minutash mbi 5 milion euro nga biznese shqiptare për këtë projekt. Po jo veç kaq, nga Emeraldi deri në Gjinovës rrugës kanë dëgjuar njerëzit se është bërë iniciativa për grumbullimin e mjeteve për këtë projekt. Prej Emeraldi deri në Gjinovës edhe 3 milion euro tjera janë grumbulluar, kështu që 8 milion janë ardhur për këtë projekt. Unë të ardhë rrugës këti, po i thëmë stafit tim, qysh nga pruni Zoti gjithë këtë projekt me nisë, qysh e kemi nisë këtë punë para 16 vjetë. Po më ftiu e tha një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai i cili nuk i falenderon njerëzit se falenderon edhe Zotin. Mirënjohje, falënderime për të gjithë ju. E tha dhe kryeparlamentari, kur jemi bashk, mund bëjmë gjona dhe shumë të mëdha. Inshallah Zoti na bashkon gjithmonë. Faleminderit të gjithëve, e që tash me emër të Zotit, me bismillah, ka dale, po e qesim gurë themelin.
Këto ishin pamjet e vënies gur themelit të këtij projekti. Edhe njëherë I falenderoj gjithë pjesëmarrësit. Kur jem krejt bashk mund bëjmë tham edhe punë të mëdha. Në fjalimin tim në këtë ceremoni të vënies së gur themelit, ju e dëgjuat edhe vetë, u përmend edhe iftari I shoqatës Jetimat e Ballkanit që u bën në Emerald natën e 27 të muajit të shejtë të Ramazanit me shumë biznesmen të ndryshëm. A ditë në kanë befasu pjesëmarrësit, ata që ishin në iftar. Mrena pak minutë u mblodhen 5 milion euro në atë iftar. Por edhe pas iftarit rrugës në Ameraldi deri për Gjinovs duke thirrë njerëz të ndryshëm, biznesmen të ndryshëm edhe duke dhënë kontributin, kështu që arritëm në shumën e 8 milion euro. Na po ndjekim një sekuencë edhe të ati iftari e pastaj rikthehemi. Do të vazhdojmë sot skemi historie të familjeve, është emisioni I parë pas muajit të shejtë Ramazanit, është ky mega projekt që na ka fokusu të gjithë shoqatën në këtë ceremoni të vërjes së gur themelit. Po ndjekim disa minutazha të atij iftari, rikthehemi prapë në studio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. I dashur vëlla Halel Kastrati, shumë dashur të respektum, gjithë ju të praneshëm, biznesmen të venit këtu të Kosovës, diasporës, Maqedonisë, Shqipërisë, Luginës, gjithandej. Sonte jemi mbledhur këtu jo thjesht për të ngrënë një iftar së bashku, po për të dëshmuar edhe një herë vlerat e larta të solidaritetit dhe humanizmit që na kanë karakterizuar gjithmonë kombin tonë. Në këtë muaj të shejtë Ramazanit, e veçanërisht në këtë natë madhe të kadrit, Hoxha Halel Kastrati po na jep një mundësi të jashtëzakonshme për të dhënë shpresë dhe për të ndihmuar ata që kanë më së shumti nevojë. I dashur Hoxh, përveç bamirësisë, jeni duke bërë edhe punën edhe më të madhe, duke na bashkuar gjithë shqiptarëve, anë mbar botës, pa kufi. Pra të gjithë së bashku, shqiptarë të Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë, Malëzisë e gjithë vendet ku janë shqiptarët. Kështu që të bashkuar mund të bëjmë gjithçka, të unifikuar për të ndërtuajmë të ardhmen tonë. Pse jo, të dalim në ndihmë edhe për familjet nevojtarëve dhe fëmijët të prekur me autizëm, me aftësi të kufizuar. Vëlla Bekim, vëllezër të nderuar, të praneshëm, ju që na sollët në këtë ditë, du me nis fjalimin tim, jo me ju thonë faleminderit pse keni ndihmu, por faleminderit që na keni dhënë mundësinë edhe na keni sjellë në këtë ditë neve. E gjatë këtij rrugtimi 16 vjeçar, na keni dhënë mundësinë me ledhatu shumë kokat jetimave, e me ndalë shumë lot të shumë nanave, e besa më konë hisetar të shërimit të shumë të sëmurve, ka qenë kafshata dhe djersa juj, ajo që
e ka bo të mundur me na pru neve sot në këtë ditë. Është hera e parë që jetimat e Ballkanit po organizojnë një iftar të tillë. Du të falenderoj Hotel Emeraldin, pronarët, të cilët kanë marrë përsi për iftarin e sotshëm, inshallah Zoti ja ushton bereqetin. Po kur e kemi nisë këtë aktivitet, kur nuk më ka marrë mendja që ka me arë një ditë ku përmes shoqatës jetimat e Ballkanit do të bëhen 1600 familje shqiptare në truje shqiptare me shtëpi. Ne e kemi nisë këtë punë 2009 veç me pas një kuzhinë humanitare, me ofru veç një shuj ditore për një familje, po nga aty u ballafaqum direkt me familjet nevojtare, edhe mësum hallet edhe dertet e tyre, i mësum edhe kërkesat. Dulëm edhe i vizitum edhe në për shtëpia, ja u pam gjendjen se qysh për jetonin. Atëherë duke të rrokit shumë dyrë, shumë lokale, shumë dyqane, duke folë me njerëz gradualisht, ja nisëm me ndërtu edhe shtëpia për familjet nevojtare, duke ndihmu disa të moshuar që jetonin vetë, edhe në një rast kur kemi shku me ndihmu një të moshum e kemi gjetë vdekur, sepse jeton të veç vetë, kishte vdek para 2 dite, edhe aty ka lind ideja për me bo një shtëpi për të moshuar, për këta që Zoti ka sprovu, s'ju ka dhënë fëmijë. Edhe alhamdulillah që 6 vite e kemi shtëpinë të moshuarve në Gjinac të Suharekës, një shtëpi që është model për krejt Evropën. Jetimat e Ballkanit, nga një fillim që kemi pas shumë të lashe me fijetu besimin e masës, me i siguru 2-3 euro në muj, kemi arë në këtë ditë në momentin që po flasë para juve, deri sot kena ndihmu popullin shqiptar me 150 milion euro. E ndjej obligim me qenë se është hera parë kështu bashkë të tubuar me tregu një rastimi në 2012, dorën e parë që ma ka dhonë për aksionet humanitare, a shkon tashmë i ndjeri Riza Luka, Zoti e mëshiroft, në qytetin e Pejës. Mas vdekjes tiju në kam pas një vështërsi jashtëzakonisht madhe, edhe një ditë jam mbështet për muri, branga vetëm ishte se po mbyllët kuzhina, me beratin këtu zavencin tim, qajshim, se dishim halin e familjeve që mershin ushqim në kuzhinë për Prizren, edhe që ajo kuzhinë po mbyllët, Zoti mall edhe më vjen një telefonat, më thot, Halil po du me të pa, edhe kam shku jem taku në atë kohë, ma pa dhonë zeqatin që i dha jetë kuzhinës edhe 6 muj ditë, e ata jenë pronar të Abi Qarshis që unë jam një njohës gjithmonë. Baci Irfan, falënderi shumë. E nga atëherë, Baci Irfan bashkë me familjen e tij të madhe fusha, nuk janë nda asë një herë me donacionet e tyre. E sot, Irfana janë bo shumë të jetimat e Ballkanit. Janë 300.000 donatorë shqiptare në shoqatën bamirëse e jetimat e Ballkanit.
duke pas parasysh gjendjen e familjeve në Kosovë, të shumë prej tyre kemi gjetë edhe fëmijë të prekur me autizëm, edhe me sindrom Down. Numrat zyrtarë në Kosovën tonë flasin për 25.000 fëmijë autik. Ka shumë prej familjarëve që hezitojnë me I bo publike se jam I sigurt është numri më I madh. E njëra prej atyre familjeve jam edhe unë, që jam I prekur me djalin cilin e kam autik, edhe ja u di hallin edhe gjendjen fort mirë gjitha atyre familjeve që janë të prekura me fëmijë me autizëm. Në ditën e hapjes së kuzhinës në Prishtinë, në atë ceremoni, po më thot stafi im, një nan po insiston me taku. Edhe thash po kryet ceremonia, po bëhet hapja zyrtare kuzhinës, le të pret pak edhe do të takoj. Edhe shifsha se qante me të madhe dhe kjo unë nuk po du ndihmë financiare. Po Halil ka marrë vesh një sen me të thonë, jam një nan me 2 fëmijë autik. Njëri 17 vjeçar, e tjetri 16. Burri më ka vdek, e vetë jam me kancer dhe kam metastaza. Nëse eventualisht dëgjon se unë kam vdek, ama net fëmijët mos më lënë në rrugë. Të lutem, bën diçka për fëmijë me autizëm. E nga jo ditë neve kemi 5 vite që punojmë për një projekt të cilin neve do të shpalosim sonte. Du të falenderoj edhe ky me plot arsye mungon, ish presidentin e Republikës Kosovës dhe ish ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli, I cili siç e pat edhe në media gjendet në Kenja, ka pas me qenë prezent këtu, edhe ka marrë njohjen nga presidenti I Kenjës për shtetësinë e Kosovës. Unë I falenderoj atij që më ka marrë me vete në shumë shtete me avionin e tij. Kemi shku, kemi pa shumë qendra të autizmit në përbot, edhe kemi mbajt shënime se çka duhet me pas në këtë qendër, dhe falenderoj ma Beteksin firmën e tij e cila ka projektu projektin pa pagesë prej fillim deri në fundin e saj. Edhe e falenderoj Kryeministrin e Republikës Kosovës, qeverinë, që kanë da 13 hektare gjys parcel për shoqatën bamirëse e jetimat e Ballkanit, mu për këtë projekt. Parcela është në Graçanic, në komunën e Graçanicës, edhe si gjithmonë, komuna që udhëheqet nga komuniteti jo shqiptar, na kanë dalë pak telashe me komunën, deri në ditët e fundit ku neve kemi arrit me qitë parcelen me pas listën proceduese në emër të jetimave Ballkanit, edhe këto ditë kemi apliku për kushtet e punës. Data 2 prill është dita botërore e autizmit, e ne po shpresojmë që këtij projekti t'ia qesim gur themelin me datën 2 prill. E ky projekt, unë I kisha thonë stafit me dhonë në ekran projektin që neve po dëshirojmë me nis me datë 2 prill. Kjo është selia qendrore edhe amfiteatri. Dy ndërtesat e bardha janë konvikte për student, ku ne kemi mendu që me ja dha mundësinë studentëve për me banu edhe me ushqy që me I shfrytzu pastaj për qendrën, për kompleksin.
Këto janë ndërtesat të ndara edhe në grup mosha, për autizëm, për sindrom Down, për fëmijë të braktisur, si dhe për persona me nevoja të veçanta janë shkollat, klasat speciale, ashtë rezidenciale, janë edhe dhomat e banimit në raste të veçanta, është spitalin brenda, janë edhe qendrat rekreative, pishinat brendshme të jashtme, është kalorimi me kuaj, ciklizmi. Kjo këtu është spitali brenda. Dikun kap 70.000 metrë katror në ndërtim, edhe vlera këtij projekti për afërsisht është 50 milion euro. E me realizimin e këtij projekti, na inshallah si Jetimat e Ballkanit, përmes jush, përmes njerëzve të vullnetit mirë, arrim edhe ndihmën me 200 milion euro për shqiptarët nevojtarë. Unë kam zgjedh natën e sodit edhe pse shumë ka qenë e pa planifikume më herët ky iftar i sodit. Ka qenë një ide e disa donatorëve, miqve, vëllezërve tanë, Halil organizuar një iftar, tregoju shqiptarëve e biznesmenave qëllimin edhe njetin tonë. Po jo thamë edhe një tjetër, kur e kemi një shtëpinë të moshuarve, është projekt 6 milion euro. Shoqata Bamirës e Jetimat e Ballkanit nuk i kishte as 100.000 euro në kontë. Edhe Berati e ka kap kryt me dorë kur ka marrë vendimun që po e bëjmë një shtëpi për të moshuar, ka thonë Halil, a din sa ki organin shtrikom? Edhe i kam thonë Zoti që më ka kriju mua dhe ty o Berat brendësin tem e din. Për vetis jam të e bo. Një jetën e kam pasër. Edhe alhamdulillah pa u bo 2 vjetë, ja kemi prej shëritin edhe janë mbledh mjetet jo realizimin e projektit, po edhe për menagjimin e ti për 5 vjetë e arshme të ati projekti. Edhe sot po e thamë, une alhamdulillah që të punë e ka marrë mision. Këna refuzu oferta, ndash politike, ndash jashtë politike. I kam thonë Zotit, du më konë shërptori i jetimit, i skamnorit, i nevojtarit, i vetjakut. Une du më shku Zotit me qëtë bagazh mrapa. Edhe e di njetin, edhe shumë po shpresoj që Zoti ka më na i qele rrugë, se i ka qele rrugë, ka narë miliona euro, hala para u shfaqë projekti, veç pse kena diskutu me donatorët e tonë këtu mana për mana edhe jashtë Kosovës. Edhe besoj që keni me bo gajret sa të moni një gjatë dine. I lumi Zotë në Koran, këta po ju thamë jo veç prej studimeve që kena studiu për Islam, po edhe këto 16 vjetë përvoj pune. Kemi pa shumë, unë kam thonë, gjokë sa tona bajnë shumë sene. Kemë shka i kalzojmë Zotit shumë sene. Jo veç për familjet nevojtare, por edhe për donatorët, edhe për ata që kanë dhonë. I lumi Zot thot shembulli ati që jep është sikur se shembulli i një kokër e misri. Ti e mbjell një kokër misri, nga jo kokër dalin 7 kallime nga 100 kokëra. Andaj, gjatë këtyne 16 vjetëve ka mësu se njeri kër e një mën dikën tjetër sen s'ka bo vetë se ka një mu vetë vetën e vetë dhe familjen e vetë. E vetë mja sen që ty e then kaderin e Zotit. E vetë mja sen që i del kaderit caktimit Zotit për para është sadakaja. Është lëmosha. Muhammedi alayhi salatu wassalam thot,
Nëse ki të lashe në familje, nëse ki të lashe me shëndet, nëse ki të lashe me biznes, nëse ki qëfar do lloj të lashe, lidhe një kontrati edhe Zoti jëtë, edhe jep për Zotin, jep ktheje kryt mrapa. Zoti na mëson Kur'an, o ju njerëz, jeni kanë një pik uji, kërkush heq, bash kërkushi, një pik uji, qatë pik uji e bom pik gjaku, qatë gjak e bom cop mishi, qatë mish i dham fort ja veshëm kocat, erdë dakiki e frymzum ja dham shpirtin, erdhe në dynjas sy kishe nuk shishe, vesh kishe nuk nishe, kom kishe nuk heshe, goj kishe nuk falshe. Na i tham veshit dëgjë, ne i tham synit shif, na i tham kamës hec, erdhe dhe në moshën prej me i ditë mirën edhe të keqen. Zoti thot, wa hadejnahu në gjdejn, jam sova edhe të mirën edhe të keqen. Unë Zoti jam që ta dhash bereqetin, ama nuk ka pasuni që nuk ka sprovë të Zotit në ta. E sprova në pasuni është apo je mirënjohës apo përbuzës. E na lusim Zotin me kanë mirënjohës. Që to është gjeneti. Ndoshta mas 100 viteve nas jemi edhe kocat na janë bo pluhën, po ndoshta dikush prej nipav, stërnipav tonë do të detyrohet me shku edhe me marrë terapin qëto projekte. Xhamat, vllazën, bëni gajret për vetveten e juj, qitë në dorën zemër, nëse mendoni që ja vlen, dyrt janë qel për Zot, për Allah, ai që të ka prun që di ty dhe mu, për ata bëne lidhe kontratën ti me të lumin Zot. E pa shybe se qaj Zot ka garantu, Zoti nuk ja hup hakun kërkujt. Edhe një herë ju jam shumë mirënjohës, keni mujt me hangër iftarin e sodit natën e kadrit, me familjet e juja, më me të dashët e juj, po keni zgjedh me ardhë sot në ftesën tonë e neve e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Edhe lutemi Zotin për juve, me ja ushtu bereqetin, me ja u falë shëndetin, Zoti kur mos ju humb, Zoti ju shpërblet. Zoti shpërbleft të gjithë. Me këtë të dashur shqiptarë, kudo që jeni, apelojmë tek 300.000 donatorët e jetimave Ballkanit. Sot është momenti që neve kemi nevojë për ndihmën e juaj në realizimin e këtij projekti. Ju kisha lutë, ju kisha këshillu që të flisni kudo që t'jeni rreth këtij projekti me shëmkën, bëhu hisetar edhe kontribo në realizimin e kësaj qendre, po edhe duke përhapur lajmin, duke ja u propozuar këtë qendër edhe miqve, shokve, farefisit, me këtë të rrini, flisni, një ditë ne nuk kemi me qenë, e thamë, ky projekt do t'jetë, aty do të shërbehen me mira e mira që do të kenë nevoj për shërbimet e këtij projekti. Ne lusim Zotin që në mundson me faqebarësi të realizojmë këtë projekt e ta lëmë brapa që të shërbej për secilin person që ka nevojë. Me këto pamjet e këtij iftari, me pamjet e gur themelit, na po ju përshëndesim, por para se me ju përshëndet, po ju jepim mundësinë e kontributit të gjithëve, kush ka dëshirën çfarë do forme, qoftë edhe me €1. Bashkëdhetarë që jetojnë në Gjermani edhe në Zvicër, mund të kontriboni, njëkohësisht neve mund me ju lëshu një vërtetim për punë të tatimit dhe liroj nga tatimi për shumën e dhënë donacion në jetimat e Ballkanit. Këto janë gjirologaritë e shoqatës tonë, të dhënat e shoqatës tonë në Ameriku, ne njëkohësisht i bojmë thirrje të gjithë bashkëdhetarëve që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë pas vështirësi, ne kemi shumë donatorë nga Shtetet e Bashkuara, për me i sjell donacionet herë me Western Union, herë me MoneyGram, herë me Ria, besa nga shumat e dërguara shpesh, ndoshta shumë prej stafit edhe na u blokoke
Vestër Unioni, kështu që tash e mas e kanë shumë më lehtë të gjithë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Amerikë. Këto janë dhonat e shoqatës ku ju mund të jepni kontributin apo donacionin tuaj. Vazhdojmë me xhirollogarin tonë në Zvicër tash, e sa vite shoqata e ka degën e saj. Këto janë dhonat e xhirollogarisë së shoqatës tonë edhe për shqiptarët që jetojnë edhe punojnë në Zvicër, edhe që jepin kontribut dhe donacion, ju mund të merrni vërtetimin dhe të liroj nga tatimi për shumën që keni dhënë. Gjithashtu e njëjta vlen edhe për Gjermani. Kjo është xhirollogaria e shoqatës sonë në Gjermani. Në Kosovë është Procredit Bank, këto janë dhonat e Procredit Bankës. Në Kosovë kemi disa xhirollogari, e dyta banka ekonomike, edhe BKT-ja, banka kombëtare tregtare. Unë thash edhe paraz mund të ndihmoni qoftë edhe me €1. Ne kemi nevojë për kontributin tuaj. Për shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, si vjet është bërë hapja degës sonë atje. E këto janë të dhënat e xhirollogarisë. Gjithmonë adresa e GoFundMe-s edhe PayPal-it, ku ju mund të kontriboni edhe me anë të GoFundMe edhe PayPal. Shoqata ka vite që i ka 2 numra, ku vetëm nga vala ju mund të dërgoni një SMS për shqiptarë që jetojnë në Kosovë, 55333 dhe 55444, vetëm nga vala, dërgoni një SMS dhe ndihmoni me €1 shoqatën Bamirësi e Hetimet e Ballkanit. Gjithë ju që dëshironi me u vargu me donacionet e juaja në projektin e madh, vetëm duhet ta shënoni kur dërgoni donacion që është për projektin e madh ose projektin e autizmit ose kompleksin e autizmit e sindrom Down. Na me kaq po përfundojmë për sonte. Unë nuk kisha dëshirë pak më shkurt, nuk kisha dëshirë me shti histori tjera. Na shihemi javës tjetër me plot gëzime të shumë familjeve ku do t'ju japim pamjet se si është dhënë lajmi, se po bon me shtëpi ose duke hyrë në shtëpia të reja. Unë Halili Stafi dhe banor të shtëpisë, ju përshëndesim njëkohësisht e lusim Zotin me ju rua dhe me ju shpërbly me gjitha të mirat, na shihemi të premten.